Përshëndetje, sot do përgatis këto gurabiet e shkrifta të fëmirisë tonë. Për këtë recetë do na duhen 250 gram gjalpë në temperaturë ambienti, 1 gjysmë gote vaj, 1 gjysmë gote nisheste dhe 1 gotë me sheqer pluhur. Pasi I kemi hedhur këta përbërës në një tas, do fillojmë t'i përziejmë me dorë që të bëhet një masë e gjitha. Gjalpi, sheqeri pluhur dhe nishesteja. Do fillojmë ta hedhim mielin pak nga pak, jo të gjithin njëresh. Do hedhim nga pak miell dhe do vazhdojmë që t'i përziejmë së bashku. Shtojmë përsëri pak miell. Në fakt, të them të drejtën, unë mielin nuk e kam matur se sa I kam hedhur, por duke e parë me sy konsistencën e brumit e kupton se kur është gati. Si që shikoni, tani brumi ka marrë masën e duhur. I hedhim pak krip sa na kapin majat e gishtit, hedhim një paketë me vanilje për aromë dhe unë kam dëshirë t'i shtoj bajame të shtypura sepse I japin një shije fantastike, ma besoni. E punojmë edhe pak brumin, sa të përzihet vanilja dhe bajamja që shtuam. Masën e brumit e kam ndarë në 3 pjesë dhe do filloj që t'i jap format e dëshiruara. Unë dua që t'i nxjerr fiks si ato gurabiet që ne blimim dikur. I kam dhënë këtë formën dhe me anë të një piruni po I bëj një lule sipër. Me anë të një thike do t'i pres në formë rombi. Si që shikoni, po dalin fiks si gurabiet që blinim dikur. Do vazhdojmë të njëjtën procedurë me të treja pjesët e brumit. Pasi kemi mbaruar së preri në forma, do t'i vendosim në një tavë ku I kemi vendosur poshtë letër për pjekje dhe do I fusim në furrë. Furrën e kemi parangrohur dhe do I pjekim në 170 gradë për 20 minuta. Dhe si që shikoni, tani gurabiet I janë pjekur dhe janë gati. Do I lem që të ftohen dhe pasi të ftohen, do I spërkas sipër me sheqer pluhur. Nëse ju ka marrë malli t'i provoni, mos nguroni t'i bëni në shtëpitë tuaja. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund me mua, bëni like dhe lini koment nëse I keni provuar këto gurabie. Bëni subscribe nëse jeni të ri në kanalin tim dhe mos u largoni nga ky kanal për më shumë video.